Kryeministri Edi Rama e përfundoi vitin me deklarata kritike ndaj funksionimit të drejtësisë së re, duke vënë theksin veçanërisht te SPAK, në një kohë kur disa prej figurave kryesore të qeverisë së tij janë nën hetim penal. Gjatë konferencës së fundvitit, ai përdori ironi për akuzat ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe drejtueses së Akshit Mirlinda Karçanaj, si edhe riktheu krahasime simbolike të SPAK-ut me strukturat represive të së shkuarës komuniste. Megjithatë, qëndrimi i Ramës mbetet i paqartë. Nga njëra anë, ai shpreh shqetësime për metodat e drejtësisë, ndërsa nga ana tjetër thekson se reforma nuk duhet hedhur poshtë. Reforma në drejtësi, e miratuar rreth 10 vjet më parë, ka qenë shtylla kryesore e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe një kusht kyç për integrimin evropian. Ekspertët vlerësojnë se retorika e kryeministrit shërben kryesisht për konsum politik të brendshëm dhe se çdo përpjekje reale për të cenuar SPAK-un do të sillte reagim të ashpër nga partnerët ndërkombëtar. Sipas tyre, qeveria ka humbur legitimitetin moral për shkak të skandaleve të shumta dhe tolerancës ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në këtë situatë, Rama gjendet mes dy presioneve: ruajtjes së aleancave të brendshme që i garantojnë pushtetin dhe nevojës për të mos u përplasur me faktorët ndërkombëtar. Mungesa e një opozite të fortë mbetet, sipas analistëve, elementi i vetëm që plotson këtë tablo politike.